arti i zhdukjes me vetëdije. Tërhiqu për të kthyer më i fortë. Sa më shumë që ndan jetën tënde me botën, aq më shumë u jep hapësirë njerëzve për të gjykuar, për të dyshuar tek ti, edhe ndonjëherë edhe për të demotivuar. Kjo është diçka e natyrshme. Sa më shumë të ekspozohesh, aq më shumë bëhesh i prekshëm ndaj komenteve, mendimeve dhe zërave të jashtëm, dhe aq më i madh bëhet rreziku për të përballur me kritika dhe gjykime. Megjithatë, ka një forcë të jashtëzakonshme në tërheqjen nga zhurma, në të zhdukurit për pak kohë. Pra, ekziston një forcë e thellë në heshtje. Kur e përqendron energjinë tek vetja dhe tek progresi yt, larg syve kureshtar, kur ti zgjedh të mos tregosh çdo hap që do të bësh, por do t'i japësh kohë procesit, ti i jep vetes mundësinë që të rritesh me qetësi. Të rritesh pa presionin e vështrimeve të tjerëve, ti e ushqen veten me disiplinë dhe me qetësi. Kjo është një marrëveshje e heshtur që ti e bën me veten. Të shndërrohesh në versionin më të mirë tëndin, pa patur nevojë që të tregosh çdo hap që do të bësh. Është një premtim i heshtur që i bën vetes. Do të bëhem më i mirë, jo për të dukur, por për të qenë. Edhe kur të rishfaqesh, do të jetë ndryshe. Do të kesh ndryshuar aq shumë nga ai evolucion, sa edhe vetë do të mahnitesh nga versioni që je bërë. Në këtë video do të flasim pikërisht për këtë rrugtim. Së pari do të mësojmë se si të zhdukemi me vetëdije. Më pas do të kuptojmë se si të rritemi në heshtje, në përqendrim të plot, me fokus, durim dhe qartësi, edhe në pjesën e fundit do të flasim për transformimin e brendshëm nga vendimet tek zakoni. Dhe mos harro, ajo që ka më shumë rëndësi në jetë nuk është se ku ndodhesh tani, por drejtimi në të cilin po lëviz dhe po ecën. Prandaj, le të fillojmë. Pjesa e parë. Si të zhdukesh. Në këtë pjesë është e rëndësishme të kuptojmë se çfarë do të thotë të zhdukesh vërtet. Të zhdukesh me vetëdije. Nuk bëhet fjalë për të larguar nga jeta, por për të bërë një hap pas, duke reduktuar ekspozimin, duke dalë pak kohë nga qendra e vëmendjes, por në të njëjtën kohë pa humur nga syt qëllimet e tua. Një pauzë strategjike. Një moment për të rikthyer tek vetja, për të ndërtuar qetësinë dhe për të përgatitur për fazën tjetër të rritjes tënde. Ashtu siç e ka thënë dhe Bruce Lee. Thjeshtësia është çelësi i madhështisë. Prandaj, në vend që të përpiqesh të biesh në sy, që të dallohesh gjatë gjithë kohës, kësaj radhe zgjidh të tërhiqesh. Gjej një vend të brendshëm për qëndrimi dhe qetësie, aty ku mund të zhvillohesh pa shpërqendrime, pa krahasime dhe pa zhurmë. Kështu, në vend që të shqetësohesh për atë që shohin të tjerët, përqendrohu tek ajo se kush dëshiron të bëhesh. Sepse është pikërisht në këtë heshtje ku ndodh transformimi i vërtet. Mos i ndaj planet e tua me të tjerët. Imagjino sikur po pret një përgjigje prej kohësh. Edhe pa pritur, më në fund merr lajmin që doje. Merr një konfirmim pozitiv. Reagimi yt i parë, nga lumturia që ndjen, është që ta ndash këtë lajm me të gjithë. Me miqt, me familjen, me rrjetet sociale. Por, prit. Ndalo për një moment. A mendon se është vërtet një ide e mirë? Ndarja e planeve të tua, përpara se ti të realizosh ato, mund të jetë më e rrezikshme nga sa të duket. Është sikur të përpiqesh të ndërtosh një shtëpi, ndërsa të gjithë rreth rrotull të japin këshilla dhe sugjerime. Edhe pse asnjëri prej tyre
nuk kupton asgjë nga inxhinieria. Kur flet për qëllimet e tua, veçanërisht në fillim, ti hap derën për dyshime, kritika edhe mendime të jashtme, të cilat mund të dobësojnë besimin dhe përkushtimin tënd. Madje edhe pa dashje, disa njerëz mund të bëjnë që të ndalosh ose të dyshosh në veten tënde. Një studim nga Universiteti i New Yorkut zbuloi diçka shumë interesante. Kur ne ndajmë qëllimet tona publikisht, shpesh kemi një ndjenjë të rreme arritjeje dhe përmbushjeje. Është sikur të kishim përfunduar diçka, edhe pse nuk e kemi nisur akoma. Gjë që e ul motivimin ton të vërtet për t'i arritur ato qëllime. Kjo ndodh sepse truri ynë ngatëron vlerësimin e jashtëm me progresin e vërtet. Dhe si rezultat, motivimi fillon të zbehet. Në fund të fundit, shumica e njerëzve nuk do ta kuptojnë plotësisht rrugtimin tënd. Ata nuk besojnë se ti mund t'ja dalësh në atë që ke planifikuar. Por jo nga likësia. Kjo ndodh sepse ata shohin vetëm ndryshimet e jashtme. Ata nuk mund të shohin apo të ndjejnë transformimet e brendshme që ndodhin brenda teje. Pra, aty ku ndodh puna e vërtet. Prandaj, duhet të zgjidhësh me kujdes se kujt janë ndan ëndrat e tua. Për shembull, kur vendos të fillosh një dietë të re, menjëherë dëgjon komentet e zakonshme. Ja, prapë e njëjta gjë. Kjo është dieta e 10 që ke filluar për këtë vit. Ose kur ju thua, po mendoj të regjistrojmë në palestër. Nga krau tjetër, përgjigja është: ti gjithmonë e fillon palestrën. Shkon një muaj dhe pastaj e ndalon. Sa po lodhe shkot, o humbet edhe parat. Ose, nëse thua se dëshiron të mësosh frëngjisht, dëgjon komente. Po anglishten, që the se do ta mësoje 3 vjet më parë. Madje, pa te paguajtur edhe kursin, dhe nuk bëre kurrë asgjë. Ky lloj mosbesimi është sikur të notosh kundër rrymës. Dal nga dal të lodh dhe përfundon duke të hequr motivimin dhe të dyshosh në vetvete. Madje, edhe frika atyre që të duan mund të bëhet një pengesë. Imagjino një të ri që u thot prindërve: dua të hap një biznes dhe dua ta lë punën. Përgjigja që merr shpesh është: je çmendur? Do të lësh punën tënde të sigurt për të hapur një biznes? Dhe nëse nuk funksionon? Seriozisht e ke? Çfarë janë këto marrëzira? Të bësh biznes nuk është për këdo. Ata nuk e thon nga likësia, por është frika e tyre që flet. Edhe pse nuk është e qëllimshme, ky lloj reagimi është një formë mbrojtjeje. Por kur ti e përthith këtë, fillon të hezitosh, të marrësh vendime të rëndësishme dhe duke vepruar kështu, ti je duke bllokuar progresin tënd. Dhe ndonjëherë, sfida më e madhe vjen pikërisht nga aty ku ti nuk e pret. Nga smira e maskuar dhe e fshehur pas shqetësimit. Është e vështirë ta pranosh. Por disa njerëz të afërt mund të mos duan që ti të rritesh më shumë se sa ata. Ata duan të shohin mirë, por kurrë më mirë se sa ata vetë. Kjo nuk do të thotë se ata janë të këqij. Ka më shumë të bëjë me frikën se do të ndihen të mbetur teksa ti vazhdon të përparon. Jim Rohn ka thënë: ti je mesatarja e 5 personave me të cilët kalon më shumë kohë. Prandaj, zgjidh me kujdes se kë lejon që të ndikojë në planet dhe në vendimet e tua. Pasi jo të gjithë ata që janë rreth teje janë të gatshëm të shohin suksesin tënd. Por kjo gjë nuk duhet të
dhe të ndaloj që të ecësh drejt tij. Një nga aftësitë më të rëndësishme në çdo udhtim është përshtatja. Imagjino një sipërmarrës që e kupton se tregu ka ndryshuar dhe që duhet të rregullojë strategjinë e tij. Por ai ndjen presion, sepse më parë kishte deklaruar publikisht një drejtim të caktuar, një drejtim tjetër. Kur i ndan planet e tua me të gjithë, pa e kuptuar, krijon pritshmëri rreth vetes. Nëse në një moment kupton se duhet të ndryshosh drejtim, njerëzit mund të fillojnë të kërkojnë shpjegime, duke të kujtuar atë që kishe premtuar. Po ajo ideja që the, pse hoqe dorë prej saj? Pse nuk po e ndjek më? Ky lloj presioni mund të bëjë të ndihesh i detyruar dhe të vazhdosh në një drejtim që nuk ka më kuptim, vetëm e vetëm për të mos u dukur sikur ke dështuar. Mendo këtë shembull të thjeshtë. Ke vendosur të hapësh një biznes ëmbëlsirash dhe e ndan këtë ide me të gjithë. Në mes të rrugës, kupton se ideja nuk po funksionon, ose se të ka ardhur një ide ose një shans për një biznes më të mirë. Por, tani je në sy të gjithëve. Çdo ndryshim kërkon sqarime, edhe çdo sqarim të lodh emocionalisht. Edhe kështu, në atë moment mund të jetë më e vështirë që të menaxhosh njerëzit që të pyesin për arsyet e ndryshimit. Dhe automatikisht, kjo gjë mund të bëjë që të ndihesh nën presion. Ky presion mund të të çojë të këmbgulësh në diçka që nuk ka kuptim, vetëm e vetëm për të mos pranuar se ke gabim. Kështu, rruga që duhet të ishte një proces rritjeje, kthehet në një betejë me perceptimin e të tjerëve. Në realitet, përshtatja nuk është shenjë dobësie. Është prova më e qartë e forcës, e fleksibilitetit dhe e aftësisë për të përballuar sfidat dhe për të ecur përpara. Friedrich Nietzsche ka thënë: ajo që nuk më vret, më bën më të fortë. Marrja e vendimeve në heshtje është një mënyrë e fuqishme për të mbrojtur planet e tua, qartësinë tënde dhe për të garantuar që suksesi të jetë vërtet i yti. Mendo për një pilot avioni. Ai, gjatë fluturimit e rregullon kursin 10 herë, por nuk njofton për çdo ndryshim që bën pasagerët e atij avioni. Në të njëjtën mënyrë, edhe ti nuk ke sepse të shpjegosh çdo kthesë që do të bësh në udhëtimin tënd. Kur planet e tua i mban për vete, ti ul presionin e jashtëm dhe fiton lirinë për të ndryshuar drejtimin sa herë që të jetë e nevojshme, pa ndjer asnjë lloj faji dhe pa qenë e detyrueshme që të japësh shpjegime të pafundme të gjithë atyre që janë jashtë. Sepse, në fund të fundit, mendimi i vetëm që vërtet ka rëndësi është mendimi yt, pasi je ti ai që jeton pasojat e zgjedhjeve të tua. Shpesh herë, përpara të tjerëve, bijem në graskën e justifikimit të çdo hapi që bëjmë në jetën tonë, duke harruar se jemi ne ata që duhet të përballojmë rezultatet e këtyre vendimeve. Prandaj, kur të vendosësh të ndryshosh punë, të fillosh një projekt të ri, apo të marrësh një kthes të madhe në jetë, mos harro. Je ti ai që duhet të përballet me sfidat e përditshme, dhe jo njerëzit që janë rreth rrotull teje. Dhe nëse të tjerët nuk do të jetojnë pasojat e vendimeve të tua, pse duhet t'i japësh kaq shumë rëndësi mendimeve të tyre? Kur fillojmë diçka të re, rrallë herë ne e dim se sa kohë na duhet për të parë rezultatet. Në këtë pasiguri, fshehja e progresit tënd mund të jetë një nga strategjitë më të fuqishme për të arritur suksesin në mënyrën më të qëndrueshme. Dhe e dini se pse? Është shumë e thjeshtë.
Kur askush nuk i di qëllimet e tua, presioni i jashtëm për të marrë rezultatet e shpejta praktikisht zhduket. Nuk ke më nevojë që të japësh llogari për çdo hap që do të bësh. Dhe nuk ke nevojë as që të shpjegosh se pse diçka po ecën me këtë ritëm. Në vend të kësaj, ti krijon një hapësirë dhe një mendje më të qetë dhe më të përqendruar ku mund të rritesh në ritmin tënd. Le të marrim një shembull. Imagjino sikur ke filluar të shkosh në palestër. Në fillim, entuziazmi jot është shumë i madh, por shumë shpejt fillojnë pyetjet. A ke humbur ndonjë kile? Apo sheh rezultate? A je i sigurt që po i bën mirë ushtrimet, që po i bën sikur duhet? Këto pyetje, që shpesh duken të pafajshme, krijojnë ankth dhe presion. Në vend që të ndihesh i motivuar, fillon të dyshosh, të krahasosh dhe të ndihesh në nënvëzhgim. Ajo që duhet të ishte burim frymëzimi, tashmë shndërrohet në një pengesë. Filozofi stoik Epikteti thoshte: kemi 2 vesh për të dëgjuar dhe një gojë për të folur. Pra, dëgjojmë 2 fishin e asaj që flasim. Kjo gjë na kujton se ndonjëherë është më e mençur të dëgjojmë më shumë dhe të flasim më pak. Sidomos kur bëhet fjalë për progresin ton personal. Një studim nga Universiteti i Harvardit e vërteton këtë gjë. Aty thuhet: njerëzit që i mbajnë qëllimet e tyre sekrete menaxhojnë më mirë presionin, sepse përqendrohen tek procesi dhe jo tek miratimi të tjerëve. Kuptoje thellësisht këtë. Atë që askush nuk e di, askush nuk mund ta shkatërrojë. Në heshtje, ndërtimi është më i fortë. Në qetësi, progresi bëhet më i qëndrueshëm. Dhe në fund, është vetë rezultati ai që do të flasë, dhe jo fjalët. Mendo për një situatë të thjeshtë, por shumë reale. Ke vendosur të kursesh për të arritur lirinë financiare. Fillon të shkurtosh shpenzimet e panevojshme, të organizosh buxhetin tënd, duke rregulluar financat e tua, dhe të zhvillosh burimet të tjera të ardhurash. Rezultatet e para nisin të duken. Edhe ti, i entuziazmuar, i ndan këto rezultate me të tjerët. Por menjëherë, nga kolegët e punës, miqt ose familjarët, mund të dëgjohen komente. Hej, është shumë e vështirë. Vetëm kush ka lindur i pasur mund të arrijë që të bëj para. Ose pse po lodhesh kaq shumë? Duhet ta shijosh më shumë jetën, jo të mendosh vetëm për kursime. Në atë moment, dyshimi futet tinzisht. Ti fillon të pyesësh veten nëse ja vlen gjithë kjo përpjekje apo jo. Dhe rruga që duhet të ishte një burim motivimi, bëhet më e vështirë. Ajo kthehet në një betejë me mendimet e të tjerëve. Filozofi Sokrati ka thënë: më mirë të jesh ajo që dëshiron të dukesh, se sa vetëm të dukesh. Nëse kërkon rritje, zgjidh diskrecionin mbi ekspozimin. Mos e ndaj çdo hap të udhëtimit tënd në rrjetet sociale. Përdor kohën dhe energjinë tënde për veprime dhe jo për fjalë. Përveç heshtjes për të fshehur progresin dhe projektet e tua, praktiko dhe ushqe edhe ndërgjegjësimin, duke u përqendruar tek ajo që është thelbësore. Kjo do të thotë që të jesh i vetëdijshëm për veprimet, rezultatet dhe për përparimin tënd, por që të jesh i vetëdijshëm edhe për gabimet dhe mësimet që po fiton, pa e varur vlerësimin tënd nga reagimet e të tjerëve. Kjo praktik të ndihmon që të mbash fokusin në rritjen tënde personale, duke e ulur anktin që vjen nga pritshmëritë e jashtme, dhe në të njëjtën kohë duke krijuar një rrugë më të qetë dhe më të qëndrueshme drejt suksesit. Kur askush nuk e din se çfarë po përballon,
askush nuk të kërkon llogari. Kështu, ti fiton hapësirë për të reflektuar, për të përshtatur dhe për të ecur me ritmin tënd duke I përballur më mirë sfidat e tua. Charles Duhigg, në librin e tij Fuqia e zakoneve, shkruan: Suksesi nuk ka të bëjë me fitimin e botës, por me fitimin e vetes. Dhe kjo është e vërteta më e thellë. Kjo forcon idenë se progresi I vërtet është më I qëndrueshëm atëherë kur e mban fokusin tek vetja, larg presioneve të jashtme, dhe jo tek duartërkitjet e botës. Një teknikë e fuqishme për të ushtruar rritjen në heshtje është ankorimi I heshtjes. Fjala heshtje shpesh lidhet me mungesë fjale, por në të vërtetë ajo është një gjendje e brendshme force. Është prania e vetëdijes. Është forca që ndërton pa zhurmë. Ajo është hapësira ku njeriu reflekton, ku mendimi bëhet më I thellë. Në një botë ku të gjithë kërkojnë të flasin, të ndahen dhe të tregohen, heshtja është një strategji. Është zgjidhja për të mos shitur procesin, por për ta jetuar atë. Kur nuk flet për hapat e tu, ti ndjen më thellë. Kur nuk e ndan çdo ide me të tjerët, ti e ushqen më mirë. Sepse ajo që rritet në qetësi, arritet me rrënjë më të forta. Për ta kuptuar më mirë, mendo heshtjen si një udhërrëfyes të brendshëm, ku dhe në çdo gërm të kësaj fjale ka mesazhe dhe këshilla të vlefshme. Le t'i shohim ato së bashku. H. Humb egon. Mos kërko duartërkitje. Kërko përmirësim. E vërteta është se kur punon në heshtje, rezultatet bërtasin për ty më vonë. E. Energjia e brendshme. Përqëndro tek forca jote e brendshme, jo tek miratimi të tjerëve. Mos e harxho energjinë duke justifikuar. Ruaje për ndërtim, për veprim dhe për përparimin tënd. S. Sjellje me qëllim. Mos e shpërnda energjinë duke folur për planet. Çdo ditë bëj diçka që të afron me versionin tënd më të mirë. Pa bujë, pa nxitim, por me qëndrueshmëri, le të flasin rezultatet. H. Harmoni. Gjeje ekuilibrin midis përpjekjes dhe pushtimit. Heshtja të ndihmon të dëgjosh trupin, mendjen dhe qëllimin tënd. Rritja kërkon ritëm, jo ngut. T. Thjeshtësi. Thjeshtësia nuk është varfëri, por është qartësi. Ajo të ndihmon të mbash fokusin. Zhurma e tepërt e mbyt qartësinë. Sa më shumë që të largohesh nga zhurma, aq më e pastër bëhet rruga jote përpara. J. Jetim. Vetëpërmbajtje. Mos ki frikë të ecësh vetëm. Shpesh, rruga e heshtur është ajo që të çon më afër vetvetes. E. Ekzekutim. Fjalët kanë vlerë, por veprimet ndërtojnë. Një hap I qetë I qëndrueshëm ka më shumë fuqi se sa një premtim I zhurmshëm. Kështu funksionon rritja e vërtet. Në qetësi, pa nevojë për miratim, pa kërkuar duartërkitje. Në një botë e cila vlerëson zhurmën, heshtja është superfuqia jote. Në heshtje, mendimet marrin formë, emocionet qetësohen dhe qëllimet gjejnë drejtimin e tyre. Ajo të jep qartësi, disiplinë dhe një paqe të brendshme që askush nuk mund ta trondisë. Kur ndalesh së kërkuari vëmendje, fillon të tërheqësh respekt. Dhe kur zgjedh të rritesh në heshtje, dhe universi fillon të dëgjojë ndryshe.
sepse zëri më i fortë nuk është ai që dëgjohet, por ai që ndihet. Edhe ai zë është vetëm brenda teje. Heshtja nuk të largon nga bota, por ajo të afron me thelbin tënd. Heshtja është premtimi që ti i bën vetes. Do të përqendrohem në rritje dhe jo në vëmendje. Kur të dalësh nga heshtja, atëherë bota do të njohë nga drita që ke ndërtuar dhe jo nga zhurma që ke bërë. Prandaj, ruaje heshtjen tënde si një tempull të brendshëm. Në të do të gjesh forcën për të vazhduar, durimin për të pritur dhe qartësinë për të ecur përpara. Sepse ndonjëherë forma më e lartë e zërit është pikërisht heshtja. Nëse veprimet e tua ndikin këtë parim, atëherë ti je në rrugën e duhur. Të rritesh në heshtje është një zgjidhje e mençur, sepse ti po mbron arritjet e tua nga dyshimet e jashtme, edhe në të njëjtën kohë ti po mban energjinë tënde të përqendruar në thelbësoren. Edhe atëherë, kur të tjerë të shohin suksesin tënd, vlera e vërtet do të jetë tek ajo që ti ke ndërtuar me përkushtim, dhe jo tek ajo që ke treguar. Nuk ke pse të dëshmosh asgjë para askujt, sepse puna dhe qëndrueshmëria jote do të flasin vetë. Imagjino të gjendesh përballë një vendimi të madh. Diçka brenda teje kërkon ndryshim. Por përpara se të bësh një hap, ndalo për një moment dhe pyet e veten: pse e dua këtë? Merlin Ferguson tha: askush nuk mund ta bëjë një person tjetër të ndryshojë, sepse secili prej nesh e mbron derën e ndryshimit, e cila mund të hapet vetëm nga brenda. Kjo fjali më ka mbetur gjithmonë në mendje. Madje e kam ruajtur edhe në celular, sepse kjo përmban një të vërtetë të thellë. Transformimi i vërtet ndodh vetëm atëherë kur lind nga dëshira e brendshme dhe jo nga presioni i jashtëm. Por pyetja që shumë pak njerëz ja bëjnë vetes është kjo: pse dua të ndryshoj? Dhe kjo është më e rëndësishme nga të gjitha. Pa një arsye të qartë, çdo përpjekje mbetet e brisht dhe thyhet sapo të has pengesat e para. Studimet tregojnë se njerëzit që kanë një pse të fortë kanë 70% më shumë gjasa të këmbgulin edhe në momentet më të vështira. Kjo tregon se sekreti i qëndrueshmërisë nuk qëndron vetëm tek qëllimi, por edhe tek arsyeja që ushqen dhe e mbështet atë. Le ta zbatojmë këtë koncept në praktik. Imagjino dikë që dëshiron të humbas peshë. Nëse qëllimi i tij është vetëm që të hyjë në xhinset e vjetra, sapo të përballet me vështirësitë, motivimi do të shuhet, sepse ky është një motivom i përkohshëm. Por, nëse arsyeja është më e thellë, për shembull, të ketë më shumë energji për të luajtur me fëmijët, ose të shmang sëmundje që kanë prekur familjen, atëherë pseja bëhet më domethënëse dhe më emocionale. Atëherë, kjo arsye e brendshme shndërrohet në një spirancë në mes të stuhisë, e cila të mban të palëvizur dhe të mban në vendin e duhur, edhe atëherë kur gjithçka rreth teje po përpiqet të të zvarrisë. Një tjetër shembull është ai dikujt që është lodhur nga një punë e cila nuk sjell asnjë kënaqësi. Nëse motivimi për ndryshim është vetëm një pagë më e lartë, zhgënjimi do të kthehet shpejt. Por, nëse synimi është që të gjej një karrierë që sjell ndikim pozitiv dhe ndjenjë qëllimi, frika nga e panjohura shndërrohet në një shtysë për veprim. Qartësia e qëllimit është ajo që e kthen frikën në forcë dhe që e shndërron atë në një stimul për veprim. Ndryshimet sipërfaqësore rrëzohen nën presion. Nëse ndryshon për të pëlqyer të tjerëve,
pengesa e parë që do të hasësh, do të rrëzoj gjithçka. Është sikur të ndërtosh një shtëpi mbi rër, pa një bazë të fortë, ku çdo stuhi mund ta shëmb. Siç thekson James Clear në librin e tij Zakone atomike, ndryshimet e identitetit janë më të fuqishme se sa ndryshimet e sjelljes. Kur dëshira bëhet për të ndryshuar, ajo buron nga dëshira për të bërë versionin yt më i mirë. Dhe veprimet e tua bëhen një pasqyrë e këtij transformimi të brendshëm. Tani, konsideroje ndryshimin tënd si një premtim që i bën vetes. Sa më i ndershëm dhe i fortë që të jetë ky premtim, aq më e vështirë do të jetë që ta shkelësh. Le të marrim një shembull tjetër. Imagjino dikë që kursen për të filluar një biznes. Nëse motivimi është vetëm për të impresionuar të tjerët, ose për të treguar familjes se është i aftë, ky person nuk do t'i rezistojë vështirësive financiare, por ai do të dorëzohet që në pengesën e parë. Por, nëse qëllimi është pavarësia financiare, liria e kohës dhe ndërtimi i diçkaje që ka kuptim, angazhimi bëhet i qëndrueshëm edhe në momentet më të vështira. Prandaj, përpara çdo ndryshimi, pyet e veten me ndershmëri. Pse dua ta bëj këtë? Pse dua vërtet këtë gjë? Çfarë të mirë do të më sjellë në jetën time? Cila është ajo gjë pozitive që do të fitoj brenda vetes dhe jo vetëm jashtë meje? Nëse përgjigjet janë të dobta, të cekta, sipërfaqësore, motivimi do të shuhet shpejt. Do të jesh më i prirur të heqësh dorë dhe të kthehesh tek zakonet e vjetra. Por, kur arsyeja është e fortë dhe e vërtet, atëherë ajo to dhe heq edhe në errësirë. Përpara se të ndërmarrësh një transformim, ji i sinqert me arsyen tënde. Të rritesh në heshtje, fillon nga brenda. Fillon me qartësi, sinqeritet dhe qëllim. Vetëm kështu ndryshimi bëhet i qëndrueshëm dhe i vërtet. Ndryshimi i vërtet nuk nis nga bota jashtë teje, por nis nga fjala që jep vetes për të bërë më mirë. Mos kërko duartërkitje. Kërko qartësi. Pjesa e dytë. Nga vendimit e zakoni. Rruga e rritjes së vërtet. Si të veprosh vërtet për të rritur. Në këtë fazë do të tregojmë se si fillon transformimi i brendshëm. Riprogramimi i mendjes tënde. Mendoje si një mënyrë e re të menduarit, duke i zëvendësuar zakonet e vjetra, të cilat nuk të ndihmojnë më, me zakonet e reja. Imagjino që gjithmonë ke ecur në një rrugë të vjetër, të rrëshqitshme, me gura, me baltë. Dhe më në fund ke vendosur të ndryshosh rrugë, të ndjekësh një shteg më të mirë, më të drejtë dhe më të sigurt. Sokrati ka thënë: sekreti i ndryshimit është të përqendrosh të gjithë energjinë tënde jo në luftimin e së vjetrës, por në ndërtimin e së res. Pra, në vend që të vazhdosh të bësh gjithmonë të njëjtat gjëra, fillo të krijosh mënyra të reja të menduarit dhe të vepruarit, të cilat të mbështesin në rritjen tënde. Kjo do të thotë se rritja nuk vjen nga përpjekja për të zhdukur zakonet e vjetra, por ajo vjen nga krijimi i mënyrave të reja të menduarit dhe të vepruarit. Sa herë që përpiqesh të ndryshosh, mos lufto kundër vetes. Por, hap pas hapi, mëso të ndryshosh diçka më të mirë. Por, si mund të zgjedhësh një qëllim dhe të përqendrohesh? Të zgjedhësh një qëllim të qartë nuk do të thotë vetëm të ëndërrosh, por do të thotë të gjesh diçka që ndes zjarrin brenda teje. Dhe një qëllim i vërtet është ai që pasqyron atë se kush je dhe të çon drejt versionit tënd më të mirë.
të çon në transformimin që kaq shumë e dëshiron. Por pse është kaq e vështirë që të zgjedhësh një qëllim të qartë? Përgjigjja qëndron në tendencën tonë për të dashur të bëjmë gjithçka njëkohësisht. Duam të përmirësojmë shëndetin, të fitojmë më shumë para, të mësojmë një gjuhë të re, të kujdesemi për marrëdhëniet, të kushtojmë më shumë vëmendje atyre që na duan, të zhvillohemi profesionalisht, edhe në të njëjtën kohë të kemi edhe më shumë kohë të lirë. Kjo dëshirë për të dashur të bësh gjithçka një herësh na bën të humbasim përqendrimin dhe përfundon duke na paralizuar. Filozofi Seneca e ka thënë qartë: kush është kudo, nuk është askund. Nëse përpiqesh të ndjekësh shumë rrugë, përfundon duke mos mbërritur askund. Është tamam si një udhëtar që ndryshon destinacionin çdo kilometër. Ai shpenzon shumë energji, por nuk arrin në asnjë vend. Të zgjedhësh një qëllim është sikur të vizatosh një destinacion në një hartë. Shumë rrugë mund të duken tërheqëse, por përpjekja për të ndjekur të gjitha njëkohësisht sjell vetëm konfuzion. Edhe për ta shmangur këtë, sekreti është i thjeshtë. Zgjidh vetëm një rrugë. Pra, zgjidh vetëm një qëllim. Vetëm një. Dhe aty kanalizo gjithë energjinë për kushtimin dhe disiplinën tënde. Por ju do të pyesni, pse është kaq e vështirë që ta mbash fokusin? Një studim i Universitetit të Harvardit tregoi se sa më shumë opsione të kemi, aq më shumë truri ynë lodhet dhe mendja jon hyn në një gjendje mbi ngarkese e cila na çon në pavendosmëri. Në praktik, është si të përpiqesh të lexosh 5 libra në të njëjtën kohë. Fillon me pasion, por përfundon pa lexuar dhe pa mësuar asnjëri. Për këtë, çelësi qëndron në ngushtimin e fokusit. Kur fokusohesh në një drejtim të vetëm dhe kanalizon energjinë tënde drejt një qëllimi të vetëm, çdo hap që bën, pavarësisht sa i vogël të duket, të afron më shumë me suksesin. Një mënyrë praktike për të filluar që ta kthesh qëllimin në veprim është vizualizimi i qëllimit. Mbyll syt edhe imagjino me detaje. Imagjino si do të ndihesh çdo mëngjes. Si do të ndryshonte rutina jote. Marrëdhëniet e tua apo mënyra se si ti e sheh veten. Dhe imagjino se si do të duke jeta jote pasi ta kesh arritur atë që dëshiron. Nëse dëshiron të ndryshosh karrierë, mos mendo vetëm për titullin e ri, por imagjino ambientin ku punon, përgjegjësitë që të frymëzojnë, njerëzit me të cilët bashkëpunon, si edhe ndjenjën e përmbushjes që të sjell çdo ditë. Sa më e qartë dhe sa më e gjallë të jetë kjo pamje në mendjen tënde, aq më shumë truri yt fillon ta perceptoj si reale. Vizualizimi është hapi i parë për të transformuar qëllimin në veprim dhe për ta kthyer ëndrrën në realitet. Më pas, vendose këtë vizion me shkrim. Të shkruarit nuk është vetëm një veprim simbolik. Ai është një akt angazhimi. Është një mënyrë për të bërë konkrete atë që ende është në mendjen tënde. Kur e hedh në letër atë që dëshiron, është sikur të nënshkruash një kontratë me vetveten. Një kontratë përgjegjësie për rrugën tënde. Imagjino një atlet që planifikon stërvitjen e tij. Ai nuk e fillon stërvitjen pa plan. Ai vizaton çdo fazë edhe i përmbahet procesit me përkushtim. E njëjta logjik vlen edhe për ty. Kur qëllimi merr formë në letër, ai fillon të marrë jetë edhe në realitet. Dhe kjo ndodh sepse, duke parë qëllimet e tua të shkruara, ky shkrim i ndihmon mendimet të strukturohen. Forcon fokusin dhe angazhimin dhe ti fillon të shohësh një rrugë më të qartë.
Sigurisht, tundimi për të ndjekur shumë qëllime njëkohësisht është gjithmonë i pranishëm. Por rritja kërkon zgjidhje dhe është thelbësore që fillimisht të përqendrohesh në një qëllim dhe më pas në tjetrin. Sikurse e ka thënë edhe Stephen Covey, njerëzit bëhen jo produktiv sepse përpiqen të bëjnë gjithçka njëkohësisht, në vend që të përqendrohen në atë që është vërtet e rëndësishme. Prandaj, jepi prioritet dhe zgjidh një qëllim që ka ndikimin më të madh në jetën tënde dhe përqendrohu plotësisht në të. Çdo zgjidhje kërkon një sakrificë. Për ta mbajtur fokusin, është e nevojshme që të eliminohen shpërqendrimet. Nëse dëshiron të lexosh më shumë, ndoshta do të duhet të reduktosh kohën që rrin në rrjetet sociale. Nëse dëshiron të kursesh, do të duhet të heqësh dorë nga disa kënaqësi të menjëhershme. Kjo është pjesë e procesit. Por si ta kuptosh nëse ke zgjedhur qëllimin e duhur? Bëj një test të thjeshtë. A të entuziazmon ideja e ti? Nëse po, atëherë je në rrugën e duhur. Nëse ndihesh sikur është një detyrim ose një barr, ndoshta ai nuk është qëllimi yt. Por është një pritshmëri që ke marrë nga të tjerët dhe ndoshta është koha për ta rishqyrtuar. Një qëllim i vërtet është ai që ndes diçka brenda teje. Është ai që të bën të ndihesh gjallë, të ndihesh i përfshirë dhe i motivuar pa pasur nevojë për shtyrje të jashtme. Qëllimi yt duhet të ketë kuptim për ty dhe jo vetëm për të pëlqyer të tjerëve. Sepse energjia që vjen nga pasioni është karburanti më i fuqishëm për çdo transformim të qëndrueshëm. Zakoni është më i rëndësishëm se sa vendimi. Imagjino atë moment kur ti je plot energji dhe vendos të ndryshosh jetën tënde. Vendos të fillosh një dietë, të kursesh para apo të punosh më me përkushtim. Në fillim, ndjesia është frymëzuese dhe e fuqishme. Sikur gjithçka mund të transformohet nga ky vendim i thjeshtë. Por a mjafton vetëm vendimi? Në fakt, vendimi është sikur ta hapësh një hartë dhe të tregosh destinacionin final. Ndërsa zakonet janë rrugët e vogla dhe të përditshme, të cilat të çojnë deri tek ai destinacion. Mund të dish se ku dëshiron të arrish, por pa hapa të vazhdueshëm destinacioni, nuk do të arrish kurrë. Dhe atëherë, qëllimi mbetet vetëm një ide e bukur në letër. Është sikur të vendosësh të vraposh në një maraton. Vendimi për të marrë pjesë është frymëzues, dhe ky është vetëm fillimi. Por ajo që ka vërtet rëndësi është stërvitja e përditshme, e cila të çon deri tek vija e finishit. Sepse pa të, arritja në vijën e finishit të maratonës bëhet e pamundur. Atëherë, pse po japim kaq shumë vlerë vendimeve dhe nënvlerësojmë zakonet? Kërkimet tregojnë se vendimet na japin ndjesinë e menjëhershme të ndryshimit dhe të transformimit, ndërsa zakonet duken rutinë, duken të zakonshme dhe pa sharm, pa shkëlqim. Por, në fakt, është pikërisht e kundërta. Zakonet janë themelet e vërteta të rritjes së qëndrueshme. Sipas studimeve, rreth 45% e veprimeve tona të përditshme janë automatike. Ato janë të udhëhequra nga zakonet dhe jo nga veprimet. Kjo zbulon se suksesi nuk varet vetëm nga ato pak momente motivimi. Ai varet nga ajo që bëjmë vazhdimisht, nga ajo që bëjmë çdo ditë, nga ajo që bëjmë edhe atëherë kur askush nuk na sheh. Le të marrim një shembull më praktik. Supozojmë se dëshiron të kursesh para për një udhëtim ëndrash. Nuk mjafton që të thuash disa herë gjatë gjithë vitit do kursej. Edhe në të njëjtën kohë vazhdon të shpenzosh pa kujdes. Dhe ta përdorësh kartën e kreditit pa menduar. Sepse atëherë
destinacioni do të mbetet vetëm një fantazi. Ajo që bën ndryshimin është zakoni i vënies më një anë të një shume të vogël çdo javë, edhe kur duket se ke lënë pak, por pa e lënë rutinën të thyet. Atëherë po ndërton diçka reale. Mendo për dikë që dëshiron të përmirësoj shëndetin mendor. Vendosja për të qenë pozitiv është e rëndësishme. Qëndrueshmëria e vogël krijon rezultate të mëdha. Për ta ilustruar më mirë, le të marrim një shembull tjetër. Nëse dëshiron të përmirësosh mirëqenien mendore, nuk mjafton vetëm të vendosësh që të jesh pozitiv. Edhe pse kjo është e rëndësishme. Por është zakoni i praktikimit të mirënjohjes që duhet të bësh çdo ditë që sjell një ndikim të vërtetë. Është pikërisht atëherë kur ti ndalon sa ankuari dhe përqendrohesh tek gjërat pozitive. Është pikërisht atëherë kur ti e zgjeron ndjenjën e kënaqësisë në jetën tënde dhe vazhdon të jetosh më mirë. Pra, praktikisht, nëse çdo ditë ndalon për një moment dhe falenderon, për shembull, për 3 gjëra që ke, që aty fillon të ndryshosh mënyrën se si e sheh botën. Mirënjohja e përditshme është ilaçi i mendjes. Tony Robbins, një nga ekspertët më të mëdhenj të zhvillimit personal, e ka përmbledhur në mënyrë perfekte thënien. Është në momentet e vendimit që formohet fati ynë, por është në zakonet e përditshme që ndodh rritja e vërtetë. Për të transformuar vendimet në zakonet më të forta, duhet të ndjekim disa hapa të thjeshtë. Së pari, zgjidh një zakon që përputhet me qëllimin tënd. Nëse dëshiron të jesh i shëndetshëm, fillo me diçka të vogël. Për shembull, të pish 2 litra ujë në ditë. Praktikoje për 21 ditë rresht. Dhe më pas, truri yt fillon ta shohë si diçka të zakonshme edhe e bën në mënyrë automatike. Vogëlsitë krijojnë bazën e madhe. Së dyti, përpara çdo vendimi të ri, pyet e veten: a jam i gatshëm ta shtërroj këtë në një zakon të përditshëm? Nëse përgjigjja është jo, atëherë ndoshta nuk është koha e duhur. Së treti, festo fitoret e vogla. Edhe një ditë që arrin të përmbushësh detyrën është një hap i rëndësishëm. Shpërblimi emocional e forcon sjelljen. Njohja e fitoreve të vogla ndihmon në forcimin e rrugës që po krijon. Së katërti, mos u trëm nga dështimi. Çdo rënje është pjesë e procesit. Dhe nëse fillimisht dështon, mos u shqetëso. Dështimi është pjesë e të mësuarit. E rëndësishme është që të kthehesh në rrugë, të rregullosh zakonet dhe të vazhdosh përpara. Në fund të fundit, rezultatet e mëdha fillojnë të formohen pas skenave, larg syve të gjithëve, por të mbështetur nga fuqia e zakoneve. Çdo herë që kthehesh në rrugë, forcon karakterin tënd. Rezultatet e mëdha lindin në heshtje. Lindin në ato ditë kur askush nuk të sheh, por ti, pa ndaluar, vazhdon të ushqesh zakonet të cilat po ndërtojnë versionin më të mirë të vetes. Bëhu një njeri i veprimit. Fillo me atë që ke. Shumë njerëz mbeten të bllokuar në kërkimin e pafund të përgatitjes perfekte. Lexojnë libra, ndjekin kurse, dëgjojnë video motivuese, duke besuar se diku, në një moment të ardhshëm, do të ndihen gati për të filluar. Por në realitet, ajo që vërtet pengon progresin është mangësia e provimit dhe iniciativës. Të mësosh është e rëndësishme, por pa veprim është vetëm informacion i akumuluar. Nëse mendoni pak që në fëmijëri ne jemi mësuar dhe edukuar që të akumulojmë njohuri që në shkollë. Pra, të mësojmë më shumë se sa të veprojmë. Mësuesi shpjegon, ne kopjojmë. Por praktikimi, përvoja
dhe tentativa lihen më një anë dhe mbeten në hije. Kjo gjë na ka shndërruar në nxënës të përjetshëm, gjithmonë duke pritur momentin perfekt për të filluar. Por, në realitet, ai moment ideal për të filluar nuk vjen kurrë. Për të ecur përpara, duhet të pranosh papërsoshmërinë e fillimit dhe të bësh hapin e parë. Sepse përgatitja totale për të qenë perfekt është vetëm një iluzion. Imagjino dikë që ëndërron të bëhet vrapues. Ai ëndërron dhe kalon vite duke studiuar. Studion teknika vrapimi, analizon rrugë dhe blen pajisjet perfekte, por pa bërë kurrë asnjë xhiro rreth e rrotull. Ai person nuk do të bëhet kurrë vrapues, sepse nuk ka filluar ende. Për të ndaluar se qeni një planifikues i përjetshëm, është e nevojshme të veprosh. Njësoj si një fëmijë kur mëson biçikletën. Ai nuk e mëson biçikletën duke lexuar rreth ekuilibrit, por e mëson atë duke u rrëzuar, duke u ngritur dhe duke pedaluar përsëri. Në çdo rënje ka një mësim, edhe në çdo përpjekje ka një përmirësim. John Maxwell e përmblodhi në mënyrë të përsosur. Dallimi i njerëzve të zakonshëm dhe atyre që arrin sukses qëndron në mënyrën se si perceptojnë dhe reagojnë menjëherë ndaj mundësive. Momenti më i mirë për të filluar është kur vendos të veprosh. Pra, Chelsea nuk është që të presësh momenti perfekt, por që të fillosh me atë që ke. Nuk do t'i dish kur të gjitha. Nuk ekziston asnjë përgatitje në botë që mund të na bëjë ekspert në çdo fushë përpara se ta fillojmë ta vëmë në praktik atë që kemi mësuar. Kur mendojmë se dim gjithçka dhe jemi plotësisht gati, jeta na vendos përballë situatave të reja, të cilat ndryshojnë mënyrën se si shohim gjërat. Pra, ndryshon pyetjet. Me fjalë të tjera, realiteti gjithmonë na sfidon dhe na detyron të mësojmë përsëri. Të jesh njeri në veprim do të thotë të përqafosh pasigurinë si pjesë e procesit. Të kuptosh se përshtatja ndodh gjatë rrugës dhe jo me akumulimin pasiv të njohurive. Sepse kështu do të mbetesh gjithmonë në fazën e planifikimit. Përshtatja vjen pas çdo përpjekjeje. Perfeksionizmi është vetëm një formë frike e maskuar si përgatitje. Perfeksionizmi na mban pezull, ndërsa veprimi na çliron. Veprimi është fusha ku ndodh rritja e vërtetë. Fillo me pak. Përdor burimet dhe aftësitë që ke tani. Ndërmerre hapin e parë edhe nëse nuk ndihesh plotësisht gati. Sepse rruga bëhet e qartë vetëm atëherë kur ti mëson të ecësh mbi të. Në fund, bota i përket atyre që veprojnë. U përket atyre që guxojnë të nisin me pak, por që vazhdojnë me shumë zemër. Rezultatet nuk u vinë atyre që presin të jenë 100% gati, por u vinë atyre që zgjedhin të fillojnë sot. Mos e shiko barin e fqinjit. Krahaso me veten tënde të djeshme. Imagjino se ke vendosur të përmirësosh shëndetin tënd. Në fillim, arrin të ecësh çdo ditë për 30 minuta. Ndërkohë, një koleg tashmë po vrapon 10 kilometra dhe po poston sukseset e tij në rrjetet sociale. Është e lehtë dhe është e natyrshme që të ndihesh i dekurajuar dhe të mendosh: ai që ka kaq përpara, ndërsa unë sapo kam filluar. Ky lloj krahasimi është normal, por nuk është as i drejtë dhe as i shëndetshëm. Mendo mirë. Ti shikon vetëm rezultatin final dhe jo rrugën e plotë tek e cila ai ka kaluar. Të krahasohesh me të tjerët është sikur të përpiqesh të masësh lartësinë e një icebergu vetëm nga pjesa që duket mbi sipërfaqen e ujit. Ti duhet të përqendrohesh vetëm në progresin tënd dhe të krahasohesh me atë që ishe dje dhe jo me të tjerët. Edhe përmirësimet më të vogla, të përsëritura çdo ditë, janë një fitore e madhe dhe ti
tashmë je në rrugën e duhur. Progresi mund të ndodhë shpejt ose ngadalë. Ndonjëherë, ndryshimet janë të dukshme. Herë të tjera, ato ndryshime ndodhin brenda teje, pikërisht ashtu si ndërtimi i një ndërtese. Në fillim, përpara se të ngrihet ndërtesa, gjithçka fillon nga themelet, larg syve. E vetëm atëherë kur këto baza janë gati, ndërtesa fillon të shfaqet në sipërfaqe. Jeta është e ngjashme. Shpesh, rritja jon personale mund të jetë e brendshme përpara se të manifestohet jashtë. Edhe kjo rritje e brendshme gjithmonë i paraprin suksesit të jashtëm. Festo fitoret e tua në heshtje. Mos lejo që progresi yt të shndërrohet në një garë për të impresionuar të tjerët ose për t'i treguar botës se ja dole. Nuk ke sepse të dëshmosh asgjë. Arritja autentike nuk duhet të motivohet nga dëshira për të ekspozuar sukseset e tua përpara atyre që nuk besuan tek ti. Njerëzit që dikur kanë ndryshuar ose të kanë kritikuar, mund edhe të mos e mbajnë mend atë që kanë thënë. Kështu që ushqimi i zemërimit ose i hitërimit që ke mbajtur ndër vite është vetëm një humbje energjie. Ajo që vërtet ka rëndësi është progresi yt personal i bërë nga ty dhe vetëm për ty. Zhvillimi i karakterit tënd, forcimi yt i brendshëm dhe kërkimi yt për të bërë një version më i mirë i vetes janë pikërisht ajo që vërtet ka rëndësi. Edhe kur të vijë momenti i duhur, rezultatet e tua do të flasin për ty. Këto janë fitoret që s'ka nevojë për duar trokitje apo për miratim nga askush, sepse do të jenë aq reale dhe të forta sa edhe ata që dyshuan nuk do të mund t'i injorojnë. Kur ndryshimi vjen nga brenda, nuk ke nevojë të flasësh për të. Ai ndihet. Ai shihet në mënyrën se si ecën, si mendon dhe si përballon sfidat. Shkëlqimi i vërtet autentik nuk vjen nga dëshira për të impresionuar, por nga përkushtimi për të bërë versionin më i mirë i vetes. Prandaj, mos e shiko barin e fqinjit. Ujit barin tënd çdo ditë. Shikimi i barit të fqinjit të çon në zgjedhje impulsive dhe të zbrasta. Në zgjedhje të bëra vetëm për të impresionuar të tjerët, në vend që të ndjekësh qëllimin tënd të vërtet. Mbajtja e këtij lloji mentaliteti gjeneron një energji negative, e cila më në fund të konsumon. Rezultatet do të shfaqen vetë në kohën e duhur. Vlerëso përkushtimin dhe rrugën tënde.